një prej problemeve të mëdha, e projekteve të mëdha, edhe fokuseve është gjithashtu edhe menaxhimi i mbeturinave dhe menaxhimi me qend e ndacak. Në çdo anketë që ne kemi bërë me qytetarët e Prishtinës, e i kemi bërë këto anketa në mënyrë të vazhdueshme çdo 3 mujor, 3 problemet më të mëdha të Prishtinës na dalin tjenë. Trafiku, menaxhimi i mbeturinave dhe menaxhimi me qend e ndacak. Problemi i 4 vjen pastaj ndriçimi publik. Me krejt këto probleme ne jemi duke u marrë para ligjit. Alban, kështu kur e shesh cilat janë problemet e qytetarëve që janë kërkesa ose ankesa minimaleve. E vërtet është, por edhe buxheti i Prishtinës dhe ndihma ndaj kryeqytetit është minimale. Për jashtë krijohet përshtypja që një njeri me shku, jo marrën një mandati, por marrën gjysmë mandati. Jo, janë të vështira, janë komplekse, janë probleme komplekse dhe të vështira. Nuk zgjidhen as lehtë, por ne kemi bërë një progres të jashtëzakonshëm. Ju lutem, buxheti i Prishtinës është 120 milion euro dhe ato i ndom 3 pjesë. 1/3 shkon paga, 40 milion heqi, as mos i llogarit. Pastaj 80 milion tjera mbesin, 40 milion për investime kapitale, edhe 40 milion euro për mallra dhe shërbime, për shërbime ndaj kryeqyteti e ka një favor krahasuar me komunat të tjera Alban që ti e din që na nuk jena shtet që kena borxhin publik shumë të lartë, edhe që me kredi të buta mund të bë projekte jashtëzakonisht të mëdha.